që ka marrë interesim të madh për t'u lexuar, ka marrë komente të shumta, shpërndarje të shumta, një prej lajmeve të javës së kaluar që ka qenë në portalin Familja Jon, ku kemi folur për karakteristika të njerëzve të ndryshëm dhe më shumë të fokusi ka qenë tek sjelljet manipulative dhe si të tillë konsideruam të nevojshme me e trajtu më gjerësisht, më thellë me juve. Si mund ta dallojmë një person manipulant? Çfarë sjellje ka? Tash është një koncept i gjerë i cili në ombrellën e problematikave të çrregullimeve të personalitetit, po dhe problematikave tjera. Mirë po ndoshta sot do ta trajtojmë nga një kënd vështrim tjetër, sepse na shumë shpesh kemi të bëjmë me sjellje manipulative. Edhe nuk është që nganjëherë nuk dallohen shumë lehtë, domethënë janë të dallueshme, mirë po personat kafshit të cilëve bëhen këto sjellje janë të cënueshëm. Edhe ndoshta